Unë ju, sa herë që ti jem unë këtu, ose ku do që ti jem, paf, ju dalë në celular, takohemi bashkë, përqafohemi, dhe la vida continua, plasin fabula tjetër në ekran, le dio. Izraeli ofensiv tjetër në Gaza dhe Liban, zoti Kulla. Izraeli nuk të riqet. Nuk të riqet, të flasim pas pak për Iranin, por do më thuash cili është plani, vazhdon njëta histori, Hezbollah duhet zhdukur, duhet shërënjosur andej, apo kanë ndonjë plan që ja dim fundin o Kulla? Se edhe kjo punë kështu tani nuk e kupton është, po bëhet e mërzitshme. Tani o mbaroje, o lere, vlla. Palët politike në Izrael po bie në është keq situata atje. Dakord që do shkojnë në zgjedhje në 15 shtator, ndërkohë që Netanyahu ishte për fundin e tetorit. Në duke të një marrëveshje të mundshme SBA Iran për Hormuzin dhe për pushimin, Izraeli nuk mund të dalë nga një luftë pa pas një fitore. Ose më sakt, Netanyahu nuk mund dalë nga një luftë pa pas një fitore, sepse atëherë zgjedhjet e tij në 15 shtator do ishin të humbura, ndërkohë që dy aleatët e tij në qeveri, pra Smotrich dhe Ben-Gviri, pra pjesa ekstreme, po rritet në sondazhe. Janë futur dhe partitë e reja më duket? Janë bërë sa partitë e reja në Izrael? Po ata janë bashkuar dyshk në një koalicion. Në koalicion dhe pra Qendra e Majt po bashkohet në një koalicion të madh që të amposh në zgjedhjet e ardhshme. Vetmja garanci që Netanyahu e rrit në sondazhe është vijimi i luftës, po i duhet një luftë që të fitojë. Për këtë arsye, planet e luftës janë që të marrë 70% të territorit të Gazës, pavarësisht marrëveshjes për armëpushim. I kemi dhe hartat, Ledio do na ndihmoj tani, ndërkohë që ti flet, po janë dhe ka kaluar lumin litan dhe t'i afrohet pra edhe të futet edhe më thellë në jugun e Libanit, t'i afrohet të Beirutit, me qëllim që të thotë që unë jam fituesi 2 luftrave dhe e mposhta dhe Hezbollahun edhe... Ja, pjesa që kontrollon tani IDF-ja. Po. Gjithë pjesa me këtë ngjyrën si Leila, si është kjo kështu. Si gri, domethënë. Si gri, e. Edhe... Që është pothuajse gjysma në fakt kur e mendon, gjysma e Gazës. Çështja është që se kuptoj pse e lënë pjesën tjetër se marrësh, nuk e kuptoj fare. Se duhet mbajtur dhe misteri i madh. Dhe u bën 3 vjet luftë dhe se ka mbaruar këtë luftë. Jo, nuk e marrin dot apo e lënë me qëllim, kjo është pyetja ime. Kjo është çështja sepse nuk ishte kaq e lehtë ta merri sa që u treguan në fillim, duke pasur parasysh që Gaza ishte e gjithë poshtë edhe Hamasi nuk u poshtë në këto 3 vjet luftë. Pra, Netanyahut i duhet një fitore. Po atje nuk janë duke luftuar më në Gaza, Ka ditët e fundit ka pas luftime dhe ka pasur dhe eliminim të disa komandantëve të rëndësishëm të Hamasit, po ka pas dhe vrasje të disa ushtarëve izraelitë. Po ç'ishte një gocë që u vram, valla, pash një lajm, ishte një ushtar izraelite që u vram duket. Po, ka pasur çdo ditë vrasje. Po ishte në ç'vend ishte? Në jugun e Libanit, në fakt. Në jug të Libanit. Po ka patur edhe në Gaza. Prandaj Izraelit i duhet një fitore, pra Netanyahut i duhet një fitore e Izraelit në këto 3 muaj. Pra ti e lidh me zgjedhjet. Është e lidhur drejt për drejt. Po dale, aty luftë është bërë dhe kur s'ka pas zgjedhje më Kulla tani. Ti e di shumë mirë. Është e lidhur drejt për drejt me zgjedhjet sepse ai rrezikon pushtetin. Mirë, po ku ndryshon pra? Ku ndryshon kjo ofensiv që po ndërmerr tani në Liban pra dhe në Gaza? Nga ofensiva e para një viti. Aty lufta ka kohë ka filluar. Këtë duhet kuptoj. Ndryshon në faktin që objektivat ushtarak nuk janë mbërritur, pra siç janë premtuar para një viti ose para 3 vjetësh. Dhe që është më rëndësishme është që ndryshon sepse në këtë moment Izraeli nuk i bashkangjites agendës së Trumpit për të pasur një armëpushim që i bashkangjitet armëpushimit me Iranin, po e vijon luftën, sidomos në jug të Libanit, edhe në Gaza, duke i dhënë shansin Netanyahut në zgjedhjet e ardhshme të marrë dhe një mandat tjetër si kryeminist. Pra, në fakt, ky rifillimi i ofensivës në Gaza dhe në Liban synon është fillimi i fushatës zgjedhore dhe synon konfirmimin e Benjamin Netanyahut për një mandat tjetër kryeministri, gjë që ashtu kështu duket e vështirë se do të jetë. Si janë pollat atje, si janë sondazhet? Në këtë moment, sondazhet janë favorizuese për 2 partitë e ekstremit të cilat janë rritur.
por i ka rritur shumë shanset bashkimi i opozitës për një fitore. Po në qoftë se do të kemi luft, atëherë sa herë ka luft, sondazhet e Netanyahut rriten. E qeverisë, pra unë shoh që në 3 muajt e ardhshëm ne do të kemi luftë të vazhdueshme edhe në Liban edhe në Gaza, në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të kemi rezultat Likudit, një rezultat solid, duke patur parasysh që Likudi kush është? Partia e Netanyahut, partia historike e të djathtas, duke patur parasysh që në përgjithësi sondazhet i kanë përkrahur partitë të cilat kanë qenë dhe kanë bërë. Pra ti thua Kulla, me gjithë baltën dhe me gjithë akuzat dhe me gjithë gjërat që kanë thënë Netanyahu këto 2 vitet e fundit, dakord? Së mos 2 vitet e fundit. Gjithandej, bile edhe në Izrael. Ti thua prap thua ti, ky është gjendje ta fitoj. Shumë e mundshme dhe ki parasysh një gjë që... Ja, urdhë tjetra, kolonët ekstremistë izraelit, beja liston 4 entitete ata nuk e kanë shumë problem. Ai më shumë ka problem atë gjykatën e Tel Avivit në cilën paraqitet 2-3 herë në javë që po gjykojnë disa çështje korrupsioni ndaj tij, sesa ka probleme se çfarë thon në BE apo çfarë thon në vende të tjera. Netanyahu sot ka 32 mandate. Ki parasysh që Izraeli është një vend realisht sovran. Pra nuk e se vret mendjen shumë se çfarë thon. Ja, se vëndyshim. Netanyahu sot ka 32 mandate, sondazhet e japin 25 parashikimin. Ky është problemi që nëse është me 25, i bie që Netanyahu të lërë pushtetin. Dhe mund të rrezikojë be? Ndjekë burgu. Rrezikon burg. Po pse ata e kanë bërë akuzën? Po ata kanë akuzën, Netanyahu shkon si kryeministër 3 herë në javë në gjyq për ballet vet, dhe ajo që është më e rëndësishme është po si guxojnë këta të drejtësisë aty të marrin një kryeministër detyrë? Që dhe gjatë luftës ata sistemi i drejtësisë ka shkuar edhe disa herë ka bërë kontrolle banese edhe në vilën e Netanyahut edhe në zyrë. Ore Kulla, pushteti i drejtësisë në me qira fjera të bëj një shifton, një shift, një gjë me qëllim, do një parantezë. Si shpjegohet më Netanyahu, kryeministër në kohë lufte, i fuqishëm etj, shkon paraqitet në gjykatë vëlla, dakord? Kulla. Ky është Izraeli, çfarë? Dale mo, në të njëjtën kohë, në Spanjë, policia është futur në zyrat e Sanchezit, në partinë e Sanchezit. Dakord? Edhe ku di unë se çka ka marrë atje edhe unë. Si munden këta? Domethënë si nuk marrin shembull nga Shqipëria, vëlla. Kush guxon këtu të shkojë Ramas, për shembull ta marr ti thot Ramas, hajde çik ti se jenë hetim. Ikën koka direkt. Si, më thon, çan këto vende më kulla? Kaq vende frikacake janë, po çan këta kryeministra më burr. Edhe Netanyahu dhe ky Sanchezi. Jo tani ti kujton se u bëbi shaka, e kam seriozisht vëlla. Përplasje historike. Si s'kan fuqi këta? Përplasje historike çan mes pushtetit politik dhe pushtetit drejtësisë në demokraci ka qenë e fortë dhe do vazhdoj të mbetet e fortë. Po pse s'është në Shqipëri pra? Sigurisht që kjo gjë nuk ndodh për shembull në Iran, nuk ndodh në vende si Shqipëria pra. Shqipëria. Po edhe Shqipëria më kush guzon të preket kryeministrin? Ata thash 2 shembuj, 2 vende demokratike. Si puna jon. Dakord? Spanjë, Izrael. S'ka lidhje me njëra tjetrën. Fano, bile ata nuk e shohin dot njëriteti me sy. Ai Sanchezi nuk e urren këtë Netanyahu. Dhe unë po të them konkretisht, se janë tani aktuale, nuk është se po i kthehemi historisë. Sa po e thethi për Netanyahu, dhe dje pas dje ndodhi në Spanjë. I vajtë në zyrë, kanë marrë kompjutera gjëra, e kupton? Dhe pyetja ime është, pse këtu, pse atje ndodh kjo gjë? Domethënë që janë këta lidera politik, kaq të dobët që lejojnë një gjykatës, po themi, ose një prokuror të bëjnë ato gjëra. Ndërkohë që pse s'marrin shembull këtu në Tiranën zyrtare? Se tek ne jemi vendi vakive, s'ka bën vakiç. Kjo është përgjigje. Kalojmë te fabula e tretë ti Ledion.